Përshëndetje, shenja e gafores. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Para se të fillojmë, do doja t'ju thoja që kartat nuk përcaktojnë fatin, ato ju tregojnë tendencat dhe zgjedhjet që janë tashmë në dorën tuaj. Kalojmë në gjendjen personale, ku kemi 5 monedhat, faqa e monedhave, 10 monedhat dhe bota. Atëherë, kjo është një histori shumë e qartë transformimi. Java nis me një ndjesi mungese ose pasigurie, që nuk do të thot me patjetër që është pasiguri materiale, mund të jetë edhe emocionale. 5 monedhat tregon një moment ku ju mund të ndiheni pak të vetmuar, ose të pambështetur, ose të padëgjuar, por faqa e monedhave sjell fillimin e një ideje të re, një plan i vogël, një mësim, një investim në veten tuaj. 10 monedhat dhe bota janë kulmi i fuqishëm që tregojnë stabilitet, përmbushje dhe mbylljen e një cikli. Në kjo javë duket se ju çon nga ndjesia e mungesës drejt një ndjenje plotësie dhe arritje personale. Si këshill nga kartat, unë do të përcjellja që të mos e nënvlerësoni një hap të vogël që ju duket i parëndësishëm. Investoni në diçka konkrete për veten, si për shembull në mësim, organizim, kujdes personal. Pra çdo veprim i vogël këtë javë ka efekt zinxhir. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 9 monedhat, 4 monedhat, mbreti i monedhave dhe 8 kupat. Në familje ka një temë të fortë sigurie dhe kontrolli. 9 monedhat tregon krenari dhe vetmjaftueshmëri, por 4 monedhat paralajmëron për kapje të tepërt. Pra, duket si një formë kooperacie, ndoshta dikush mban fort emocionet ose burimet. Mbreti i monedhave sjell figurën e stabilitetit, mund të jetë një figurë mashkullore që mund t'ju përfaqësojë juve ose dikë në familjen tuaj që mund të jetë në rolin e babait, bashortit, vllait, apo nuk e di se kush mund të jetë. Një person praktik, pra, që kërkon rend dhe që ka stabilitet financiar ose që ka, si të thuash, ekonominë, menaxhon ekonominë, merret me financat. Por 8 kupat tregon se një çështje emocionale kërkon të lihet pas. Mund të jetë koha të largoheni nga një model i vjetër komunikimi. Si këshill nga kartat, unë përcjell se duhet të flisni hapur për atë që ju rëndon juve. Pra, siguria familjare nuk ndërtohet vetëm me kontroll, por me besim. Lejoni veten të lini pas një keq kuptim të vjetër. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësin e kupave, asi i shpatave, të dashuruarit dhe kalorësi i monedhave. Në dashuri, këtë javë ka energji romantike, por edhe vendim marrëse. Kalorësi i kupave sjell një gest romantik ose një ofertë emocionale që mund t'ja bëni ju dikujt ose dikush e ofron këtë lloj gjesti për ju. Asi i shpatave kërkon qartësi. Mund të vijë një bisedë sinqertë që pritet të ndodhë. Të dashuruarit flasin për një zgjedhje të rëndësishme që vjen nga vendi i zemrës. Kalorësi i monedhave stabilizon energjinë. Çfarëdo që vendosni kërkon përkushtim të qëndrueshëm dhe duket se është e qëndrueshme çfarëdo që vjen në dashuri. Si këshill nga kartat, do të thoja të mos shmangni bisedat e drejtë për drejta. Romanca është e bukur, por e ardhmja ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, prandaj duhet të flisni. Zgjidhni atë që ju jep paqe afatgjatë, jo gjëra afatshkurtër. Kalojmë tek puna, ku në punë kemi dielli, 9 kupat, kryepriftëresha, 4 kupat. Puna ka një fillim shumë pozitiv. Dielli dhe 9 kupat tregojnë sukses, kënaqësi dhe njohje, por kryepriftëresha ju kujton të dëgjoni intuitën.
ka diçka që nuk shihet me njëherë, nuk është e dukshme, nuk tregohet, është e fshet. 4 kupat paralajmëron për rrezikun e mos përfilljes, pra një mundësie nga monotonia ose lodhja. Si këshill nga kartat, unë dua të përcjell që të qëndroni të hapur ndaj ofertave të reja. Mos lejoni që një rehati e përkohshme t'ju bëjë të humni një shans që është i vlefshëm. Intuita juaj është busulla, sepse këtë energji marr nga karta e kryepriftëreshës. Kalojmë tek Prism Oracle ku kemi happiness, lumturi, gëzim me happiness. Atëherë kjo kartë është një vul energjie, pavarësisht sfidave të vogla, java ka një ngjyrim gëzimi dhe përmbushjeje. Lumturia këtu nuk është vetëm emocion, është zgjedhje e vetëdijshme për të parë bekimet. Si këshill në përgjithësi për javën, unë thoja praktikoni mirënjohjen çdo ditë. Edhe momentet e vogla të bukura janë sinjale që jeni në rrugën e duhur. Paçim!